Kjo javë nisi me qëndrimin e qartë tashmë të shumicës socialiste në lidhje me çështjen Balluku përpara kërkesës së SPAK-ut. Gjërat tashmë janë të qarta, opozita kërkon heqjen e imunitetit siç e kërkon prokuroria e posaçme, socialistët thonë jo për këtë. Sa i rrit kjo tensione dhe çfarë tregon përgjithësi tani ky veprim, i cilësuar deri sot si kyç, jo vetëm brenda Shqipërisë? Sa i rrit tensionet e të vinë, themi që jemi në kulmin e tensionit politik, sepse tashmë parlamenti ka dalë në pamjen e vërtet, i kapur, i kontrolluar nga majoranca, një aneks politik i Partisë Socialiste, mos themi vetëm i ekzekutivit, që i bindet vetëm urdhrave politik dhe mospranimi për heqjen e imunitetit tregon dhe kundërvënien që sot parlamenti ka ndërtuar me drejtësinë, që sot ekzekutivi bashkë me parlamentin kanë ndërtuar me drejtësinë, me atë drejtësi që deri tani e kanë reklamuar që është produkt i tyre, i vullnetit tyre dhe i dëshirës tyre për të pasur me demek drejtësi në Shqipëri, gjë që nuk është vërtet, nuk ka ndodhur, dhe aq më tepër që dëshminë më të fortë e jep edhe ky lloj impostimi që ato kanë marrë përsipër vet. Shqetësimi kryesor në raport me situatën e DIM nuk është thjesht që sot kemi dy qëndrime, dy raporte të ndryshme, të dala nga Këshilli i Mandateve dhe imuniteteve. Çështja është që këta do tentojnë, sipas mendimit tim, që fare mos e fusin në rendin e ditës, me qëllim që të shmangin edhe debatin parlamentar dhe atë zhurmën publike që ka akti i tyre, që ata e dinë shumë mirë që është akti shëmtuar politik, është një mbrojtje e hapur e korrupsionit të qeverisë dhe nuk ka një qartësi në këtë aspekt. Megjithëse Partia Demokratike ka dorëzuar raportin e anëtarëve të saj dhe qëndrimin e saj në raport me imunitetin, mungesa e ndonjë raporti nga ana e tyre si duket ecën drejt kësaj linjës për ta penguar. Megjithëse themi që po jemi në kulmin e tensionit politik, duhet bëjmë dhe pyetjen tjetër, a ishte e parashikueshme një gjë e tillë? Ne shpesh e kemi debatuar edhe bashkë për gjatë këtyre muajve dhe gjithmonë ne kemi parashikuar që Edi Rama, duke qenë që është vetë brenda, këmbëduar, do përpiqet që këtë çështje ta shtyjë me kohë procedurash, ta kalojë në limitet 3 mujore të saj dhe të mbrojë patjetër veten e vet në radhë parë dhe pastaj Ballukun dhe punët e pista që kanë bërë bashkë korruptive, që lidhen jo vetëm në një drejtim, jo vetëm me rrugët, jo vetëm me llogaran, por që lidhen edhe në drejtime tjera dhe ndoshta edhe me akshin, sigurisht, por ka akshi Rama është akoma më evident, më i shfaqur, më i ndërfutur dhe me fijet e tij korruptive. Pra, kjo situatë dukesh që do shkonte deri në këtë